Tentohet të hidhet sërish në erë kryqi i madh i njohur ndryshe si kryqi i bardhë në fshatin Fikas në aksin nacional Tiranë-Elbasan. Ngjarja e rënd u shënua 2 net më parë dhe sipas të dhënave paraprakë të policisë, kryqi është dëmtuar me lëndë plase dyshuar si dinamit. Autorët ende të paidentifikuar kanë tentuar ta hedhin kryqin në erë me qëllim shitjen e tij për skrap, por nuk ja kanë dalë dot. Sipas policisë, autorët kanë mundur të dëmtojnë vetëm 80% të kryqit. Atë Irene Gega dhe atë Stavri Cipi i kërkojnë rendit dhe strukturave shtetërore të parandalojnë akte të tilla sepse kjo lloj tendence dëmtojnë harmoninë fetare. Kërkojmë nga organet e rendit dhe nga shteti që na ndihmojnë në këtë mes. Sepse janë vlera shpirtërore, besimit tonë ortodoks, prandaj dhe prishet dhe harmonia fetare me këto veprime. Njoftuam edhe morëm edhe masat për të riparuar kryqin që mos rrezojë. Dje banorët e kanë riparuar sërish kryqin e ndërtuar që në vitin 2005 në të gjitha pjesët e dëmtuara të tij. Sipas banorëve, kryqi është dëmtuar edhe herë të tjera para 3 vitesh, por sërish autorët nuk janë vënë para përgjegjësisë.